Përshëndetje dhe mirë mbrëma, unë jam Mesut Shabani, jeni në podcastin Mesut Shabani. Ajo e cila tash në mbrëmje filloi që të qarkulloj në përjetet socialeve në ato që quhen portale, është sa integruese aq është edhe befasuese. Nuk e kemi pritur nga Izet Mexhiti, i cili deri dje ishte zëvendës kryeministri i parë. Çfarë ndodhi? Izet Mexhiti sot në 2 shkolla fillore në Çajir mbushi klasat me tavoline dhe karikat e reja me donacione, pra e kurseu mashi. Pse ndodh si shpesh që shkollat në gjuhën shqipe në Maqedoni të riparohen ose të mbushen me material harxhues si tavolinat dhe kariket me donacione, ndërsa ato shkolla në gjuhën maqedonase presin financime nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës. Po taksapagues janë edhe shqiptarët, nëse jo më të mëdhet në komunat shqiptare. Ndërsa kthimi është zero në krahasim me shkollat maqedonase. Në një moment, BDI ishte në pushtet, u ndërtua një shkollë fillore në Shkup mbi 4 milion euro. Shumë shkolla fillore me dekada edhe në TTO, pa marrë parasysh se BDI nuk bëri kur gjë, mbajti Ministrinë e Arsimit mbi 20 vite, u nisën dhe u mbushën objekte shkollore nga donatorë, si për shembull donacione pati në shkollën fillore Liria, në shkollën fillore Naim Frashëri e kështu me radhë. Njësoj vazhdon edhe vlen. Nuk ka asnjë dallim. Mos interesim total për arsim shqip. Askund nuk duket në horizont shkolla fillore në fshatin Kufitar Blac. E dini, fëmijët kalojnë andej kufirit për çdo ditë. A shtetës të Maqedonisë. Rasti më eklatant, objekti i shkollës fillore në Nerov Krushev, ku bashkëfshatarët shqiptar ndërtuan një shkollë fillore me vetë kontribut. Dhe merrni me mend ironia, shteti me 1001 përveci dërgoi turlifar komisionesh, turlifar njerëzish inspektoriatesh. Mezi e lejoi mësimin për nxënësin shqiptar, edhe duke e ditur se ka për obligim që të riparojë apo ndërtojë një shkollë fillore më të vogël. Nuk e bëri. Por befason kryetari i rizgjedhës i komunës së Çajirit Izet Mexhiti, i cili unë e them me siguri për të treguar punëtor, shumë javë, anashkaloi mashën dhe fët solli donator. Mund të priste këtë investim, sepse nuk u shterën dhe nuk pati kërkesa ndaj ministrisë. Pse ndodh kjo? Unë mendoj se ndodhen për 2 arsye, të cilat janë politike dhe institucionale, dhe nuk është rastësi. Ministria investon atje ku presion më të madh ka, presion politik dhe administrativ. Shkollat maqedonase, sidomos në komunat, shumica maqedonase kanë më shumë mbështetje direkte nga ministria, sepse kanë më shumë drejtor, inspektor dhe funksionar të lidhur drejt për drejt me struktura shtetërore. Në shumicën e komunave, si në kohën e LSDM-s, ashtu në kohën e VMR-s, ishin të lidhura komuna dhe qeveria e njëjta parti. Buxhetet kalojnë më shpejt dhe pa shumë luftë procedurale. Kanë më pak vonesa në miratimin e projekteve infrastrukturore. Pra nuk është çudi që shkollat maqedonase pajisen me inventar direkt nga shteti. Ndërsa, çfarë bëjnë shkollat shqipe? Shkollat shqipe në Maqedoninë Perëndimore shpesh u kthehen donacione për shkak të mungesës së investimeve të shtetit. Në komunat shqiptare dhe kur ka iniciative, investimet shtetërore vonohen, shkurtohen ose bllokohen nga procedurat e ministrisë. Prandaj kryetarët e komunave dhe drejtorët detyrohen të kërkojnë donator privat për gjëra elementare, banka, karite, kabinete, pajisje IT, ngrohje kështu me radhë, që nuk është rasti me Izet Mexhitin. Pra, është për ta falendëruar Eftinia Impex si donator për shkollën fillore Liria dhe Hasan Prishtina, por detyrë parsorë kishte ministria. Dhe është pikërisht kjo logjik. Mungon investimi shtetëror, komuna detyrohet të gjejë sponsor. Pse nuk reagon atëherë ministria për këtë pabarazi? Sepse sistemi i financimit është i centralizuar dhe prioritetet nuk vendosen në bazë të nevojës reale, por në bazë të politikës ditore, ndikimit të grupeve të interesit, ministrave dhe kabinetit të tyre. Është realitet vërtet i hidhur. Shkollat shqipe dhe ashtu mbeten të mbi ngarkuara, kanë mungesë hapësirësh dhe inventare. Mbështeten më shumë për këtë arsye të donatorëve sesa të buxheti i shtetit, i cili duhet pritur dhe vonohet ose asesi nuk vjen. Nuk është normale, por është e zakonshme. Deri sot asnjë qeveri në Republikën e Maqedonisë nuk e ka barazuar realisht financimin me shkollave shqipe dhe atyre maqedonase. Unë jam Mesut Shabani, ishit në podcastin Mesut Shabani.